Jo rastësisht gjykata kushtetuese tha se në mungesë të parashikimit në dispozitat e posaçme që e rregullojnë rendin e ditës së kësaj seance, nuk parashihet votimi i fshehtë. E përjedhoi gjykata kushtetuese madje këtë argument të mbështeti duke ju referuar dhe praktikave të tjera të zgjedhjes së institucioneve, që në këtë rast ju referua zgjedhjes së presidentit apo zgjedhjes së gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Po me lejoni ta bëj një sqarim plotësues për sa i përket interpretimeve të tilla në paralelen kryetar kuvendit përkatësisht në kryetar kuvendit dhe institucionet e tjera, në këtë rast president ose gjyqtar gjykatës kushtetuese. Të mos harrojmë që në 167 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës e rregullon çështjen e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit dhe për dallim nga fjala presidenti ose mënyra e zgjedhjes së tij, nuk ka një mundësi kushtetuese tek ne që kryetari i kuvendit mund të propozohet edhe nga dikush tjetër, meqense siç e kemi ditur dhe siç u riafirmua në këtë akt gjykim, u konfirmua se e drejta e të parit për ta propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit nuk është e tjetërsueshme dhe nuk është e transferueshme dhe përjedhoi, meqense kjo e drejtë i takon vetëm të parit, nuk mund të ketë kandidat. Në mungesë të kandidatëve, përkatësisht kundër kandidatëve, nuk është parapar pikërisht për këtë frymë të kushtetutës mundësia që të ketë më shumë se 2 kandidatë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Sepse po të ishte kështu, siç bie fjala ka Republika e Shqipërisë apo edhe disa vende të tjera të demokracive perëndimore, mundësinë që për zgjedhjen e kryetarit të ketë më shumë kandidatë, atëherë logjike do të ishte edhe implementimi, zbatimi, aplikimi i votimit të fshehtë. Por në mungesë të kësaj, atëherë vlen dispozitat aktuale, të cilat veçanërisht gjykata kushtetuese i ka referuar në zbatimin e praktikës së deritanishme. Dhe gjykata ka vënë theks në zbatimin e praktikave deritanishme, sepse këto praktika janë fare të qarta. Asnjëherë nuk ka pasur votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarëve. Dhe një element plotësues në këtë kuadër është shumë e rëndësishme ndoshta ta theksojmë, sepse sot e tha edhe për parimin, nuk kemi këtë studio për të mbajtur anë, po thjesht dhe vetëm në mënyrë të ftohtë dhe profesionale, po përpiqemi me ofru leximin ton dhe interpretimin ton në raport me këtë akt gjykim. Ju lutem vereni se tani nuk kam zgjidhje pa ju referuar për t'ju rikthyer në vëmendje deklaratës ose leximit që po i bën grupi më i madh parlamentar çështjes se kryetarit kuvendit në raport me kryetarët e kuvendit duke u përpjekur në mënyrë të vazhdueshme gjatë kësaj kohe që ta barazvlerësoj dhe unifikoj procedurën e zgjedhjes së kryetarit me procedurën e zgjedhjes në kryetar, duke thënë se ju s'ma votoni mua kryetarin, unë do t'ja votoj nën kryetarit. Ju lutem vereni se pikërisht në 167 i kushtetutës i ka 2 paragrafe. Dhe paragrafi në këtë rast ka disa paragrafe, ka 2 paragrafe relevante për qëllimet të sqarimit të kësaj situate. Paragrafi 2 flet ekskluzivisht për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ndërka paragrafi 3 flet ekskluzivisht për zgjedhjen e kryetarëve të kuvendit. Dhe cili është dallimi? Pra, dallimi është shumë i qartë. Fakti se një paragrafi 2 e rregullon në mënyrë të veçantë kryetarin e kuvendit dhe fakti se kryetari i kuvendit derivon vetëm nga grupi më i madh parlamentar, edhe procedura, edhe propozimi, por edhe votimi për kryetarët e kuvendit është ndarë dhe veçantë nga nën kryetarët, të cilët, këta të fundit, zgjedhen, propozohen dhe zgjedhen në një votim të vetëm. Pra, çështja se ne nuk e votojmë për nën kryetarin e juaj, ai nuk është vot për nën kryetarin e dikujt tjetër. Ajo në pikpamje praktike është vot për nën kryetarin tënd, sepse votimi i nështron të gjithë së bashku. Prandaj, përpjekja që të unifikohet ose barazvlerësohet çështja nën kryetarëve me kryetarin, gjykata kushtetuese votohen grup. Saktësisht voton për një herësh në grup. Dhe për ta përmbyllur me respekt dhe nëse keni durim vetë edhe një minutë. Ju lutem për ta përmbyllur argumentimin se gjykata kushtetuese asnjëherë nuk i dha të drejtë barazvlerësimit të këtyre 2 instituteve, të kryetarit me nën kryetarit. Ajo ishte shumë e qartë në paragrafin 130 të akt gjykimit, ku në pasuesin e dytë, ju lutem vereni, në pasuesin e dytë shprehimisht thotë. Po, citoj. Si e tillë kjo e drejtë për propozimin e kryetarit të kuvendit përbën njëkohësisht edhe detyrimin për grupin më të madh parlamentar. Pra, ka vendosur theks, ka vendosur emër dhe përgjegjësi tashmë ka emër. Është grupi më i madh parlamentar. Vazhdojmë citimin.
për bashkëpunim në mirëbesim dhe konsultim konstruktiv me grupet e tjera parlamentare për të gjetur konsenzusin apo kompromisin e nevojshëm dhe se kjo drejt në asnjë mënyrë nuk mund të rezultojë në bllokimin e konstituimit të kuvendit, e mbyll citimin. Në vijim është një fjali tjetër dhe pastaj vazhdon. Flet për kryetarin dhe tash vazhdon për nën kryetarin. Po unë po të rreq paralelin pse dallon. Njëkohësisht, një detyrim i tillë vlen edhe për grupet e tjera parlamentare të cilët në frymën e bashkëpunimeve dhe konsultimeve konstruktive propozojnë kandidatë për nën kryetar, të cilët bazohen në paragrafin 3 dhe 4. Propozojnë kandidatë për të cilët bazohen në paragrafin 3 dhe po ashtu zgjedhen me shumicën e votave. Tani në rastin konkret, siç e pat, teksa unë e citoja aspektin e interpretimit të gjykatës për sa i përket nën kryetarëve, askund nuk kishte konsenzus dhe kompromisi që u takon grupeve të tjera. Për konsenzus dhe kompromisi kërkohet shprehimisht vetëm për grupin më të madh parlamentar. Po e përmbyll, sepse ndoshta që rrjedhimisht kushtetuta dhe ky aktgjykim e ka bërë fare të qartë se nëse dikush duhet të bëj kompromis dhe konsenzus, në rastin konkret është grupi më i madh parlamentar. Konsenzusi dhe kompromisi për çështjet e nënkryetarëve nuk u takon grupeve të tjera, grupeve më të vogla, që në rastin konkret ato mjaftohen vetëm me propozimin për votimin e kandidatit të tyre, rrjedhimisht i votojnë të gjithë së bashku. Prandaj ky dallim konsiderojmë se është i qartë dhe ky interpretim mendojmë se është i drejtë, i saktë në frymën e kushtetutës. Dëbranë cila ke zgjidhje. Atë na duhet një interpretimi i ri i gjykatës kushtetuese për me interpretu vendimin e vet, po, nuk në interpretimi i interpretimeve. Po unë besoj që është situatë goxha e parashikueshme për shumë arsye. E para se tash pej interpretimeve edhe citimeve ma antike të filozofëve të lashtë, Platonit e shtetit, thotë që drejtësia paka shumë si pas qati rendi shtetënor të atëhershëm, ata kanë parashiku se kanë mëtu me ardhur një konkluzion që secili e kryen punën e vet dhe nuk i përzgjet e tjetrin. Në këtë rast dhe në rastet e mëparshme, gjykata kushtetuese unë vlerësoj me çaq kapacitet juridik, si me thonë, të interpretimeve që i kam, që nuk e ka kryer punën e vet. Dhe edhe politika po ashtu, po kur ka përplasje politike dhe mosmarrveshje, duhet me ekzistu institucione të pavarura që e trasojnë një farë rrugë të ligjshmërisë brenda shtetit dhe institucioneve. Jo mi kompliku. Dhe jo mi kompliku në radhë të parë,